Fëmijët e emigrantëve shqiptarë këtu në Filadelfia vinë mësojnë gjuhën e nënës. Duan të jem pjesë e ruajtjes së kësaj tradite të kulturës. Unë dua që fëmijët e mi të ndjejnë që janë shqiptarë. Lanë shtëpi, lanë varre, lanë pasuri, lanë jetën e tyre atje. Sidomos baba jonë, punoi 18 vjet në Amerikë, vajti dhe në Shamëri. Shpirti shqiptar nuk vdes, edhe në diasporë. Ne si komunitet nuk jemi më një komunitet që vetëm kërkojmë. Ne tani japim kësaj shoqërie këtu. Dhe kur erdhëm ne, atë gjetëm dyert e hapura. Nuk e bëri kryesia. E bëm të gjithë shqiptarët. Sot jam unë që jam e gatshme ta bëj këtë gjë, nesër do dalë një pjesëtar i komunitetit tjetër. E dua kulturën, e dua dheun, e dua gjuhën shqipe. Në shoqatën Bide Shqipes flitet, jetohet edhe merret frymë fuqezi. Dhe fillojmë vallen.